Kryeministri Edi Rama ka njoftuar hapjen e një faze të re të angazhimit të korporatës shqiptare të investimeve përmes transformimit të rezidencave të dikurshme qeveritare, të cilat aktualisht nuk janë në përdorim aktiv. Sipas Ramës, këto prona shtetërore do të rivlerësohen dhe riaktivizohen në funksione me interes publik dhe ekonomik. Kreu i qeverisë tha se bëhet fjalë për vilën e ish udhëheqësit të diktaturës në Vlorë dhe një tjetër rezidencë qeveritare në zonën turistike të Velipojës. Ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës të korporatës shqiptare të investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikurshme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat i mos përdorimit të tyre për shkak të humbjes së funksionit faktikisht. Dhe ky është rasti i dy projekteve për cilat bëhet konkursi i sotëm. Njëri për vilën e udhëheqësit dhe diktatorit shqiptar në Vlorë dhe tjetri për një tjetër rezidencë qeveritare në zonën e Velipojës. Është një rrugë e re që ne po e shkelim, besoj unë, me sukses, por mbi të gjitha ku po praktikisht shikojmë potencialin e madh që ka vënia në shfrytëzim e aseteve shtetërore për ta përfshirë publikun përmes shtetit si një palë e interesuar, duke ndryshuar praktikisht hap pas hapi dhe formulat e ndërveprimit me privatin. Ne po zhvillojmë një infrastrukturë të re faktikisht financiare për shtetin, duke u bazuar tek modelet më të mira në Europë, që janë modelet si motrave të agjencisë të korporatës shqiptare të investimeve. Mëtej tha se synohet të bëhet e njëjta punë që është realizuar me dy rezidencat qeveritare në kryeqytet. Dhe eksperienca e dy rezidencave këtu në Tiranë, që tani më janë transformuar njëra në një shtëpi pritje të shtetit shqiptar për personalitete të fushave të ndryshme dhe tjetra në një qendër për artistë të rinj nga gjithë bota, në bashkëpunim me fondacionin e njohur francez Art Explora, na kanë treguar që kjo është rruga për t'i kthyer këto asete në funksione me interes publik dhe nga ana tjetër për t'i rihetëzuar duke e futur shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që i transformojë në burim të ardhurash. Sipas Ramës, po zhvillojnë një infrastrukturë të re financiare bazuar te modelet më të mira në Europë.